në thelb festa në familjen e tyre. Çfarë po festojnë sot? Çfarë po ndodh në profilin e tyre profesional dhe në atë publik? Po më shumë për të kuptuar ato ndjesitë njerëzore, kemi dy mikesha të jashtëzakonshme sot për ta mbyllur bashkë atë pritjen e ëmbël që kemi bërë në këtë studio në Mesdrit për vigjilin e Krishtlindjes. Ato din të tregojnë, por din edhe të festojnë. Me ne në studio Anila Gonomi, stiliste, dashur mirë se vjen, dhe Klaudia Hila, regjizore, shumë kënaqësi. Jemi shumë të lumtur që e kemi në mesin tonë sot, dhe kështu mbyllim të transmetim të drejt për drejt, që për ne ka qenë i gjatë, po e mbyllim me shije të mirë. Si u gjen këto festa? Kështu mbyllet domethënë. Kështu mbyllet, me lezet. Si u gjen këto festa? Po flasë unë atëherë se si më gjemon, kanë gjetur shumë bukur, sepse duhet të them që shtëpinë e kam plot, më ka ardhur vajza me 3 fëmijë, dhe kuptohet që aty ku ka fëmijë, gëzimi është gjithmonë. Ku ka zhurmë, për mirë. Dhe po ma sfumojmë një çik atë ritmin e punës, ose atë ngarkesën e punës, që është e sigur po ma sfumojnë, dhe po më bën mirë. Unë do thoja jo se po më sjell në një gjë të madhe që të them që po bëj kam ndonjë projekt apo jo, ndonjëherë kjo është festë familjare dhe mua më pëlqen që kam gjithë kohën e duhur për t'u marrë me familjen. Sepse në gjithë rinin time, po thuajse çdo festë ne i vinim rëndësi vetëm profesionit, vetëm eventeve që kishim dhe nuk i vinim rëndësi shumë familjes. Ndërsa tani më pëlqen kjo që më ngelet kohë pak për familjen. Dhe kjo është për mua shumë është ogur i mirë. Unë mendoj që është ogur i mirë. Klaudion e di që e ka gjetur me punë. Me zina ka ardhur sot. Si gjithmonë. Jo, në fakt teatri i kuklave Qendra e Fëmijëve është një institucion që gjithmonë është në funksion të fëmijëve, jo vetëm fundjavë, po dhe gjatë gjithë javës. Dhe siç e keni parë edhe në faqen tonë që është në të përditshmen e saj, faqja jonë është gjithmonë plot me aktivitete, kështu që kuptohet që shumë bukur që të gjej me punë në fakt, sepse është një punë shumë e bukur. Dihet që neve jemi të bekuar me fëmijët, puna me fëmijët, edhe mendoj që ku ka fest më të bukur se sa të festosh me fëmijët dhe njëkohësisht të gëzosh dhe fëmijët e tjerë. Kuptohet, unë duke qenë se jam e besimit katolik, pse them këtë gjë, unë kam sonte në darkë festa, sonte në darkë, dhe kuptohet që shtëpinë gjithmonë e kam plot me njerëz. Ftoj gjithmonë miqtë e zemrës, edhe e bëj këtë, si më thënë, këtë fest, jo vetëm për të gëzuar vetë dhe festuar vetë lindjen e Krishtit, por njëkohësisht për ta ndarë këtë gëzim me të tjerët. Edhe mua më ka ardhur vajza nga Gjermania, kështu që është një gëzim shumë i madh që i shtohet familjes, dhe ajo që është më e rëndësishme është që jo vetëm në këto ditë në fakt. Unë kam në zakonshmën time, po shumë bën bukur, më thënë, kur në këto ditë ti tregon atë afërsinë, dashurinë dhe ndarjen e dashurisë me të gjithë njerëzit që do. Ku bukur sa festa, dhe më tepër këto festat fetare të bëjnë që të jesh kështu në shtëpi, pranë është festë familjare, dhe të festosh dhe të bësh ato darkat e bukura, sepse gjithmonë kemi filluar t'i bijmë shkurt, shkojmë nëpër lokale, ndërkohë restorantet janë, si më thënë, pjesë e jetës tonë të përditshme, kurse në ditë festash si këto, në rastin konkret. Duhet festuar në familje. Është festa në familje, atë që të lodhet. Dhe duhet gatuar vetë. Çfarë keni gatuar do një gjë shumë të mirë? Ne këto çfarë janë jo sallata ruse që janë tradicionale, flas gjithmonë. Sot më thënë më pret lazanja sapo ti ke që këtej, por të bërë lazanjen e ka është detyrë shtëpie. Pastaj është ajo pjesa e pjekjes së pulës ose gjelën, ne bëjmë pulë në fakt, nuk bëjmë tjetër familje se atë kemi qef. Nuk është se bëj për shesh, se nuk dua të gënjej që jo nuk e bëj për sheshin, se nuk është se kemi shumë qef, po bëj gjëra të cilat pula i ka më afër vetes, jo pilafin, jo këto patatet, jo gjërat që janë po tradicionale, është sallata ruse, lazanjën që i kanë qef familjarët e mi, është peshku, gjërat të cilat janë edhe tradicionale, por edhe që i pëlqejnë. Sigurisht. Anila? Unë stafetën kësaj radhe e kam në vajzës, domethënë ajo mbahet si një kuzhinierë shumë e mirë. Sa më pa. Nuk më lë vajza dhe im shoq, domethënë që do merren me gatimin, sigurisht që kemi të ftuar njerëz sot, se ne festojmë Krishtlindjet. Unë do merrem vetëm me anën estetike, kur them estetike do të thonë bësh më së miri. Po, tani në atelje po qepet mbulesa e re, e Krishtlindjet, pecetat, që janë, kuptohet që janë me motivin e Krishtlindjeve, unë me këto merrem me arredimin që i jap tjetër një tjetër nuan, dhe që ju them të gjithë familjarëve që të lutem duhet të dilni të veshur dhe me taka. Në shtëpi. Dhe me taka? Prit. Me taka në shtëpi. Sepse unë mbaj shumë traditën e prindërve të mi. Domethënë prindrit e mi për vit të ri dhe për çdo festë, po për vit të ri,
pasi ne flinim në drek, thonim vishuni, bëni banjon dhe do visheshin dhe ne visheshim sikur ishim në restorant. Me robat më të mira. Me robat më të mira. Dhe hapnim një vend për të kërcyer, që e kishim edhe që kërcenim, sepse bëhej tavolina 12-16 veta, shumë e madhe, dhe respektonim ashtu si që takonte një feste. Në më thënë, unë nuk jam për këtë, që ti duhet të vishesh pa tjetër se je ftuar në një lokali, jo, në një fest, në një tavolin, është shumë bukur që t'jeshe kuruar. Të jeshe kuruar është shumë bukur. Dhe unë do thoja që të gjithë sa kanë mundësi dhe ta bëjnë. Nëse nuk do vesh shtaka dhe nuk do të pak të vish një pupa elegante, por të jeshe kuruar, të jeshe veshur bukur. E grimuar, e veshur bukur, e kreu. Do të ta marrë këtë. Jo, unë e kam kështu që e kam vetë. Unë them të gjithë duhet ta bëjnë. Unë e kam të trashëguar nga prindrit e mi. Prindrit e mi ishin shumë të dhënë bas estetikës, jashmase. Ne kemi festuar vërtet shumë bukur gjithmonë në festat e fund vitit, përveç se gatimi që ishte, po shkonim deri edhe tek llojet e ndryshme të çokoladave, do thoni ju në atë kohë ka pasur. Jo, ajo ka qenë një koqire i ka bërë. Mama ime kishte një plak mermeri dhe i bënte gjithë llojet e çokoladave. Domethënë, kur ti do, e gjen mundësinë edhe me ato pak gjëra, bile kemi shijuar ndonjëherë edhe më mirë se. Do mos në një kohë ku gjërat mungonin, luksi nuk e kishin. Ti shijoj edhe më mirë, domethënë. Por, sot unë do merrem vetëm me estetikën dhe më duket se më kanë lënë për të pjekur, përveç gjelit dhe mishnimi, familje mish ngrënë, kam shumë mish, dhe për vetëm mishin për ta pjekur ma lënë mua, si nga te Pelena, thënë që ti e qanë. Dita bësry. Një tradit, Klavde, që e keni në shtëpi, që e përveconi çdo vit, e bëni çdo vit, e ekzekutoni çdo vit, diçka që nuk mungon asnjëherë. Mund të jetë një sjellje e caktuar, mund të jetë një gatim i caktuar. Këto gatimet, me thënë të drejtën, janë përgjithsisht gati të njëjta për ditë festash, sepse e kemi parë që në përditshmën tonë gatimet jemi plot gjithmonë. Nëse dikur në familjen tonë ishte ajo pitepura, duke qenë se me origjinë nga Shkodra kemi pas një traditë, si më thënë pitepura, ndërkohë që ishte gjeli me përsheshte nga jugu, ne të paktën në familjen tonë në rritjen time, flas gjithmonë, ka qenë pitepura, gjithë të cilën unë fakt nuk është se kam trashëguar, por këtë pitepura në kam zëvendësuar me këtë lazanjë, se është formati që pëlqejnë këta të rinjt apo të gjithë ata që ftojnë, si më thënë sot. Unë mendoj që në traditë të Krishtlindjes të paktën, janë gjithmonë këtë peshku është, si thuash, peshku në traditën e ngrënjes, përsa i përket ngrënjes. Pastaj, ato gjërat e vitit rinë kemi edhe ëmbëlsiren që bëhet, se përgjithsisht çdo lloj ëmbëlsire që bën, që përgatit në shtëpi, dikur ka qenë te Spiçi që prap është e Shkodrës, po që në fakt sot është. Sa bëre. Po prit, harrova që kemi këtu. Po vdes për te Spiçi. Si bëhet te Spiçi? Te Spiçi është ka shumë punë. Jo, nuk është se ka shumë punë, është varianti i ne jugorët të dim ta kopjojmë. Jo, në fakt u kshu recetën tamam se di, që mos gënjej dhe të them që me këtë recetën, po jo. Me miell, po jo, nuk bëhet me miell misi, bëhet tamam kështu, si lloj biskoti me është shërbet shumë e fortë. Është shumë e mirë, në fakt është shumë e shijshme. Ndërkohë pastaj që është me këtë ëmbëlsirën mundohemi, si më thënë, që të kemi diçka tradicionale që bëhet edhe përsa i përket ëmbëlsirave, që janë ato formati i melomakarno që bëhen. Në fakt ato janë greke si stil, por në fakt janë futur në traditën e përhershme dhe të Krishtlindjeve tani. Kështu që mendoj që këto gjërat që janë jo shumë të mëdhaja, por ideja që janë shumë specifike për Krishtlindje, i përdorim për ditët e festave. Të kuptohet se janë gjithmonë, fakt neve, prandaj po them, shtëpiat sot janë të mbushura gjithmonë në të përditshmën e vet. Dikur bënin diferencë sepse ishin gjëra specifike vetëm për ditët e festave dhe nuk është se ishin çdo ditë gjithmonë. Kurse sot ne kemi kaluar në një, si thua, stat tjetër të shoqërisë, kemi të gjitha, nuk na mungon gjë. Jo vetëm ngopur, por sa i përket ngopjes, po dhe ideja tani mundohemi të bëjmë më shumë sallata që të jenë sallata të ndryshe, pra të bëjmë receta të ndryshme të sallatave për të shoqëruar mishin që do hahet. Unë them që ndryshe për të bërë është të ftohen miq dhe të jetë tavolina sa më e madhe. Do më thënë, kjo do bënte diferencën. E bëjmë gjithmonë që nuk mund të jetë diferencë, dikur jo, sepse disa vite kanë qenë që mblidheshin vetëm me atë familjen e tyre, ose shkonin në restorant, jo. Pse mos mblidhen 3-4 familje bashkë, pse mos mblidhen 3-4 miq bashkë. E kam bërë gjithmonë, prandaj nuk mund ta quajmë traditë. Domethënë sa më e madhe tavolina, mendoj aq më gëzim dhe dashuri dhe ti ndan. Dhe kuptohet që kur ke fëmijë është ajo tradita e bukur e dhuratave poshtë pemës, që neve këtë vit do ta bëjmë.
Fëmijët, kuptohet që sot e bëjnë një çik porosin vetë, do më thënë, dua këtë lërë më... Nuk të falim porositur, baba është porositur. Po vjen me porosin. Këtë vit unë doja ta bëja, por nuk më pranoj im shoqë më të vishte kostumin e baba gjyshit, sepse unë kur kanë qenë fëmijët e vegjël, gjithmonë vishja një komshi si baba gjysh, edhe ai ja sillte dhurata. Dhe ato u ritën me atë ide që po, e kemi një baba gjysh që na i sjell. Dhe që besonin. Si? Nuk pranoj të vishe si Nuk pranovi të vishe si baba gjysh, që sot do jenë dhuratat. Shorti nuk e... Kështu që do jenë dhuratat aty. Pra vendosi të jetë vetëm gjysh, jo baba gjysh. Ne i bëjmë dhuratat të gjithë njëre, nuk bëjmë vetëm për fëmijët, ne shkëmbejmë dhuratat të gjithë si familje me njëri tjetrin. Po shumë unë e zbulova dhuratën e dhëndrit, se mos më dëgjon tani, po që më kishte bërë një koncert në Rom të një violinisti shumë të madh, ma kishte marrë që tani biletën. Dhe këtë e zbulova se e kishe lënë zarfin aty dhe nuk kishte mbyllur edhe unë. Po ti do bërë se surprizuar, besoj sot. Po pa tjetër të luaj rolin. Pritsa ta hedhë në Instagram të vizionin e. Të luaj rolin. Dhe shkëmbejmë dhuratat vogla, kuptohet, nuk e pse të bësh dhuratat të mëdhaja dhe t'jenë të kushtueshme, unë mendoj që vlet gjesti shumë të tepër. Sigurisht. Ju Klaudia, çfarë dhuroni? Unë në fakt këtë vit, duke qenë se dua të ndryshoj celularin, që t'jem shumë e sinqertë. Po pra da jemi këtu. Sepse ideja është gjithmonë themi se dhurata, nuk e di pse në shtëpinë tonë dhuratat zbulohen pa u bërë akoma. Nuk e di tani se sa mund t'jetë surprizë dhe nuk jemi varianti të bëjmë wow, i bëjmë qa do, qëfar nevojë është ke dhe e zgjidhim njëri tjetrin goza ta, ky kompjuteri që kam tha nuk më do blihet një kompjuter i ri për gozë. Tani tek Adi kemi në qikë më vështirë gjënë, sepse Adi ka vetëm ato hard diskjet, ato gjërat muzikore. Po një vinil do ishte interesant. Ja kemi blerë në fakt, po e di dhuratën. Kështu që në këtë koncept, i bëjmë qifi njëri tjetrin me dhurata, po duke i ditur. Pa ja lën surprizë, që pa surpriza shumë e bukur. Surpriza shumë e bukur, në fakt, kur të vjen, dhurata kur të vjen, surpriza shumë e bukur. Po nuk e di, nuk jemi familje që... Tani, ti celularin e ri e merë sonda, apo e merë për vitëri? Jo, do e marë, besoj, në pas një 2 ditësh. Mëndja kur të jem lirë, për të shkuar vetë, me thëmë, se më përqen edhe dizajni, se në fakt është goca ajo, që ka që më them këtë stil, ajo thot të stil që s'po dua që të përmënd. Po, brendet. Por që brendet, por që ditët të them që gjithmonë kështu ka funksionuar tek ne. Për gocën e madhe gjithmonë mendojmë gjërat që ajo është atje në Amerikë dhe kuptohet që ti bëj blerit atje si që do vetë, por që nuk ja lëmë surprizë njëri tjetrin, nuk e di nëse është apo jo, po s'ka një formulë të shkruar, asgjë të gabuar s'ka, secili ka pikërisht, ka të formën e vetë, është shumë interesante. A bëhe një vallë supercioz ndoshta në këtë periudhë që do thotë kush na futet në shtëpi, energjia e tij, dhënia e paras, dhënia e huas, apo nuk i besoni asnjë nga këto? Unë nuk i besoj asnjë gjëje. Domethënë unë gjithmonë kam jetuar me rregulla, pa rregulla si në xhungël. Po përse gjithë jeta ime kështu ka qenë. Nuk kam pasur fare rregulla, s'kam pas fare kështo që jem paranojake, jo po do më ndodhi kjo, jo kështu. Si më vjen e jetoj. Domethënë, këtë nuk e asnjë shqetësim. Jo, kjo është filozofia që ke në jetë. Kjo është filozofia, me erdhi do ta përballoj të keqen. Me erdhi mira do ta shijoj. Do ta jetoj. Jo. Jo, unë i kam këto, unë i kam. Çfarë ti merak? Çfarë ti merak? Që thua kush më në shtëpi? E para, nxjerr fëmijët e mi, sepse në fakt ma ka pas mësuar vjera ime pas dritë, që gjithmonë merrte gjërat më me vlerë që ke në shtëpi, në një çantë, nxirja fëmijët e mi dhe fusje po fëmijët e mi të parët, me gjërat me vlerë. Pra që të vinte gjëja, të vinte bollshëm. Si duket do jetë tradit kjo. Ma ka mësuar vjera dhe e kam bërë këtë gjë. E para. E dyta, ma kam mësuar me modë se shumë vite kemi bërë vitin e ri në Itali, lentiket, ose thjerzat. Thjerzat, po, këto i bëjë edhe unë. Si donim, a i gatuar në shkëllqyshëm qana, po një lugë hanim se thonim që do ishte bollëk. Bollëk. U bën 2. Shegën e kam shumë që e vetë, po thonë që është frut bollëku, edhe duhet që ta hash natën e vitit 3. Më thënë duhet që tjetë e përcaktuar dhe kokrat e rushit. Këto 4 gjëra i bëj gjithmonë. Madje shegën,
është tradit, këta e fusë në qesi që mos më bëj pis, duhet ta përplasësh të dera e shtëpis, i pari që fute, duhet ta përplasit të dera e shtëpis. Këtë shme shumë bukre, si rituale. Dhe më pëlqen, se duke qenë se shekët... Tani ta përplas nga brënda, po nga jashtë? Nga brënda shtëpis. Brënda shtëpis? Unë e fusë në qesi që mos më bëhet... Pa, sigurisht, kush do e donë të njollën e shekët? është shumë në kjo pjesa që mu do të bëjnë muret e gjitha, por që është një gjë shumë interesante që më pëlqen që ta bëjmë. Edhe lentike, edhe këto thjerëzat normalisht, një lugë. E ke qef se ke qef e hasë, më duke sikur më si e 12 kokra rush, apo? 13 ose 12 kokra rush. 12 e di unë. 12 apo 13? Unë e di 12, por në qofë sa në 13, 12 e ke brënda, kështu që është okej. Ti ke në janarin e vitit tjetër. Ke brënda dhe janarin. Ka brënda dhe muajin të përshirë. Në këtë sens, këto gjëra që janë, këto i bëj. Edhe i kam shumë qef. Nga nina, nisja diçka tek veshja, do shta në gjyrën e... Atë kuqe. E kuqe, po një të kuqe në trup. E kuqe më në dua. Edhe sot për këtë e vura, se unë s'para jam tipi bizhuve, nuk i përdor fare, po sot pikërisht e vura me enkas, tash përderisa është nata sot e Krishtlindjes, duhet në të kuqen e përdor, unë përdor shumë në arredim në shtëpi. E përdor jashtë mase, por edhe kështu që të vishemi, për shumë unë besat i kam të tëra me të kuqe, vajza po prapë është sot me të kuqe, unë po prapë kam një element të kuq. Do më thënë, e kemi këtë, më tepër i kushtojmë rëndësi veshjes dhe arredimit. Do thuash gatimit, edhe gatimit pa tjetër, por ne nuk i ndajmi asaj të përsheshit, nuk i ndajmi fare. Atë e duan dhe duan nga unë, atë pjesë e duan nga unë, pasaj ani bën, do në vajza bën këto gjërat më moderne, jo po thot gjeli t'i fusim gështenja, arra, ku do se unë i them lëre ashtu bio, si që është, do më thënë, po stafetën kësa radhe ka marrë vajza për ta bërë mua, unë me thënë të drejtën, për vitëri, përveç se pim verën shumë, se jemi shumë... Verdashës? Po, jemi shumë, kemi me shumis. Kam marrë musht, do më thënë, mushti më pëlqen shumë, nuk e di me jep një ndjesi. Përpiqem le që ta kthej ndonjëherë para disa vitesh bëja dhe ponç, e bëja në shtëpi. Më pëlqen dhe shumë që ta ndërtoja vetë, do më thënë. Pjesën e ponçit ose si që themi sangrian. Po, sangrian. Nuk e di më jep një ndjesi më të ngrohtë, por në shtëpi se sa vera. E ke parasysh dhe mushti të jep një lloj ëmbëlsie ndryshe. Po do të pish me mas musht. Kurse verë pin çik më. Se ëmbël të de. Se kështu të vjen ka jo masa, pastaj di si jemi, do të thënë. Pushimi janë këto. Masën nuk e kemi njohur. Pesa do jetë një shef i madh në shtëpi tuaj respektive. Unë shijoj këtë, do të thënë, nuk di, do doja shumë që ta mbanin, do të thënë, kanalin e televizionit. Kjo është kanali i televizorit. Kjo është shumë problem sot. Sepse ndonjëherë duke dëgjuar ti dhe duke u fokusuar, ti shmang bisedën. Do të thënë, nuk i jep dhe merr në familje. Dhe për këtë e kemi një çik problem, më duket se u ka rënë ai ritmi dikur, ku duam dhe këndonim vetë. Unë mbaj mend kam qenë, domethënë jam rritur në një familje që këndonim, domethënë ne mblidheshim të gjithë 2-3 familjet e krushve që kishin bërë krushi, të gjithë mblidheshim. Dhe dikush ja merrte këngës Korçare, dikush ja merrte këngës Labe, dikush po, dhe ishte vërtet shumë bukur, pavarësisht i lije edhe një kohë e caktuar, patjetër edhe televizionit, i lije ekranit, patjetër. Ndërsa sot jemi bërë një çik më o jemi të gjithë në celular, në telefon, shohim kush ka postuar, kush nuk ka postuar, çfarë është e reja dhe kjo gjë me thënë drejtë mua më çedon, jo se jam me të vjetër dhe s'jam me të ren, por mendoj që 3 gjëra janë shumë të rëndësishme në jetë sot. Çfarë i duhet një jete? Një jete i duhet një verë mirë, një ushqim i mirë dhe në miq të mirë. Po i pate këto të treja, unë mendoj të jetohet bukur. Faleminderit shumë të Shtoj edhe kohën. Shtoj edhe kohën. Këto sepse koha. E mirë dhe cilësore. Unë mendoj që koha e dhënë në mënyrë cilësore, me njerëz që do, është dhurata më e bukur që mund, jo vetëm për festa. Se mendoj për festa. Po. Në fakt, krahasoj çfarë kemi kaluar me çfarë kalojmë.
festat pse themi ne kanë qenë më të bukura, pikërisht për këtë fakt, si thot Anila, që s'kemi pasur asgjë nga këto rrjete sociale, jemi përkushtuar njëri tjetrit, ato darkat kanë qenë të bukura sepse këndonim, kërcenin vetë, pra ishin interaktivitet jashtëzakonshëm në darkat tona. Dhe sado që tavolinat ishin plot me gjërat që kanë qenë për kohën, kanë qenë plot në shpirt dhe kanë qenë shumë të bukura kohrat. E kush e kishte mendjen te tavolina? Unë personalisht, më thënë, kur e kujtoj, sepse në të njëjtat kushte, si më thënë si Anila, jam rritur në një familje me origjinë Shkodër, ku këndonim kërcenin vetë dhe ku më bukur sa një fest, këndosh ta bësh vetë festën. Anila, Klaudia, falënderi shumë. Festat të gëzuara, paçi shpirtrat plot dhe me njerëz të dashur. Ishte mirë patëm, kohën e patëm, verën në mund për herës tjetër, ne takojmë. Festofshi e gëzofshi sonte dhe për jetë. Gëzuar festat, vërtet. I themi publikut, shihemi nesër mes dritë. Ju duam shumë, shumë, shumë. Mes dritë.